بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء الله والمرسلين. Me emrin e Allahut të gjithëmëshirshmit më shpëlotit. Falënderimet më të sinqerta janë vetëm për Allahun e Madhëruar. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi profetin Muhammed, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut xhaleshanhu. Të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju. Hijabi është një ndër vlerat që janë në përputhje me natyrën njerëzore. Zbulimi i trupit dhe përsierja e të dy gjinive, si dhe ekspozimi i njërës gjini përballë tjetrës, është një prirje që bie ndesh me natyrën dhe prirjet njerëzore. Sot, me sfidave moderne dhe perceptimeve të ndryshme për gjinit, hijabi vazhdon të ruaj rolin e tij të shenjtë si simbol i lirisë shpirtërore dhe i lidhjes së pakushtëzuar me Allahun e lartësuar. Allahu i Madhëruar ka caktuar një lidhje natyrore ndërmjet burrit dhe gruas, e cila bazohet në interesa të ndërsjella dhe në përputhshmëri ndërmjet tyre, në mënyrë që të mund të drejtojnë së bashku timonin e jetës dhe të jetojnë në harmoni për gjithmonë. Të dashur vëllezër dhe motra, tashmë ka ardhur rubrika e Kuranit familjar për ditën e sotme dhe le të ndikim së bashku 4 ajete të surës Ahzab, nga ajeti 56 deri në ajetin 59 të kësaj sureje. Me emrin e Allahut, të gjithëmëshirshmit, mëshirëplotit. Vërtet, Allahu e bekon të dërguarin dhe ëngjëjt e tij luten për të. O besimtar, lutuni për të dhe përshëndeteni me selam. Padyshim, ata që fyejnë Allahun dhe të dërguarin e tij, i mallkon Allahu në këtë botë dhe në tjetrën. Ai ka përgatitur për ta ndëshkim poshtërues. Ata që i lëndojnë besimtarët dhe besimtaret, duke i akuzuar për diçka që nuk e kanë bërë në të vërtetë, i kanë ngarkuar vetes fajin për shpifje dhe një gjuna të qartë. O profet, thuaj u grave dhe vajzave të tua, si dhe grave të besimtarve, që të lëshojnë mbulesën e tyre të kokës përreth trupit. Kjo është mënyra më e përshtatshme që ato të njihen e të mos ngacmohen nga të tjerat. Me të vërtetë, Allahu është falës dhe mëshirëplot. Të nderuar dëgjues dhe shikues, Allahu i lartësuar i ka vendosur burrit përgjegjësi të caktuara dhe gruas përgjegjësi të tjera, si dhe ka përcaktuar të drejta për burrat dhe po ashtu të drejta për gratë. Për shembull, hijabi i gruas është më i gjerë dhe më gjithëpërfshirës se ai i burrit. Pra hijab që do të thotë ndalesë nga diçka që nuk është e mirë. Edhe burri sigurisht duhet të ketë kujdes për mbulimin pra hijabin në raste të caktuara dhe të mbulojë disa pjesë të trupit të tij, dhe siç e cakton pra jurisprudenca islame, hadithet dhe feja pasë islame, të cilat janë pjesët që burri duhet të mbulojë, por për gruan kjo është edhe më e thellë dhe më e gjerë si çështje. Përse? Sepse natyra e gruas, tiparet e saj dhe butësia e saj e lindur e bëjnë atë shfaqje të bukurisë dhe elegancës në krijim. Edhe nëse duam ta mbrojmë shoqërinë nga tensioni, shkatrimi dhe ndotja dhe mbi të gjitha ta mbrojmë nga prishja morale, është e domosdoshme që ky gjini të ruhet që të dyja gjinit të ruhen përmes hijabit. Në këtë aspekt, burri nuk është si gruaja në mënyrë të përgjithshme dhe kjo buron nga natyra e tyre e ndryshme
dhe nga vizioni hynor për rregullimin e drejtimit të botës së krijuar. Le ta nisim me pikën e parë të temës për ditën e sotme. Cila është pozita e bukurisë në këndvështrimin islam? Çfarë thot Allahu i Madhëruar për këtë temë? Feja pastër islame, të nderuar dëgjues dhe shikues, çështjen e bukurisë i ka dhënë një rëndësi shumë të madhe në sistemin e saj. Dashuria për bukurinë dhe për zbukurimin është diçka e lindur në natyrën njerëzore, pra në fitra. Bukuria e sjelljes, e veshjes dhe e paraqitjes së njeriut, veçanërisht tek të rinjt, lidhet me këtë prirje natyrale drejt bukurisë dhe gjës më të bukur. Shpesh kemi dëgjuar hadithin: Allahu është i bukur dhe do të bukura. Kujdesi për pastërtinë, rregullin dhe pamjen e jashtme është përmendur në shumë transmetime të ardhura nga profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe familja e tij e pastër. Në librat e haditheve theksohet në mënyrë të përsëritur domosdoshmëria që si gruaja ashtu dhe burri të kujdesen për pamjen e tyre, të jashtme dhe ashtu dhe të brendshme. Disa besimtarë mendojnë se ndër shenjat e përkushtimit fetar është që burri ta ruaj kokën me brisk, por jo, në të vërtetë lënia e flokëve të gjatë është e pëlqyeshme për të rinj sipas jurisprudencës islame. Në një hadith thuhet: flokët e bukur janë prej nderimeve të Allahut, prandaj nderojeni ato. Po ashtu, në një tjetër transmetim thuhet se profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam kur dëshironte të vizitonte shokët e tij, shikonte në sipërfaqen e ujit për të rregulluar pamjen e vet. Përse e bënte këtë? Në kohën e mëparshme, pasqyrat nuk ishin të përhapura në atë kohë dhe për arsye së gjendjes ekonomike të Medinës, kjo gjë nuk ishte e përhapur në kohën e profetit. Por profeti çfarë bënte? Shkonte pranë një proji, shkonte pranë një vendi ku pasqyrohej pamja e tij mbi ujë dhe aty shihte veten e tij për të parë a është në rregull për të dalë para dhe për të vizituar shokët e tij. Kjo tregon se kujdesi për pamjen, veshjen dhe zbukurimin është pjesë e sunetit pra e traditës profetike. Por ajo që është e keqe dhe e dëmshme në këtë çështje është kur zbukurimi bëhet mjet për tundim, për prishje dhe shfaqje të tepruar të pahishmërisë. Këtë gjë nuk ka tolerim feja pastër islame dhe Allahu xhaleshanhu. Pra ti kur vishesh, rregullohesh për të tërhequr vëmendjen, për të tunduar gjëni tjetër, atëherë kjo gjë hyn në gjërat e ndaluara dhe të pahishme në fenë tonë islame. Le të flasim pak në lidhje me hijabin ndër vlerat në këtë fenë. Çështja e ruajtjes së shenjtërive gjinore në përgjithësi dhe në sistemin islam në veçantë është prej themeleve bazë të islamit. Muslimanët besojnë në këtë parim se ndalimi i lidhjeve seksuale të paligjshme është ndër degët e kësaj feje. Por vetë parimi i ruajtjes së shenjtërisë, domethënë ekzistenca e një kufiri, hijab, pra ndalimi nga një gjë e keqe ndërmjet të dy agjërive, është ndër bazat themelore të kësaj feje. Allahu, pra hijab nuk do të thotë vetëm mbulim i gruas. Hijab do të thotë kufizimi nga gjërat e palejueshme dhe gjërat e ndaluara për personin, prandaj njeriu duhet të jetë i përpikt në rregullat dhe dispozitat që ka saktuar Allahu i Madhëruar për të, si për mashkullin, ashtu dhe për femrën. Këtu nuk po flasim pra siç e thash për shamin apo për ndonjë formë mbuluese të caktuar. Termi hijab, të nderuar dëgjues dhe shikues, mund të marrë forma të ndryshme në kohë, vende dhe rrethana të ndryshme që mund të ngjilet personi. Por vetë parimi i ekzistencës së këtij kufiri, pra kufirit midis mashkullit dhe femrës, është një nga bazat e mendimit të kësaj feje. Prandaj feja pastër islame, çështjen e hijabit e vendos me vlerë shumë të mëdha nga vlerat themelore të saj. Edhe pse hijabi është një hyrje për diçka më të madhe, ai në vetvete është një vlerë e lartë. Ne jemi të detyruar ta ruajmë, sepse ruajtja e tij e ndihmon gruan të ngjitet në shkallën e saj të lartë shpirtërore dhe ta mbrojë atë nga rënja në rrugë të rrezikshme. Hijabi mbetet një simbol i pastërtisë shpirtërore.
dhe i qasjes së njeriut drejt moralit të lartë. Ai nuk është thjesht një traditë apo një normë shoqërore, por një zgjedhje që reflekton respektin ndaj vetes, dinjitetin dhe kërkimin e afërsisë me Allahun. Në çdo kohë dhe hapësirë, hijabi ka shkëlqyer si një mburojë e vlerave të larta dhe si një udhërrëfyes që kujton rëndësinë e moderimit, e etikës, e thjeshtësisë dhe pastërtisë. Islami synon që gruaja të arrijë kulmin e zhvillimit të saj intelektual, shkencor dhe shoqëror, dhe të arrijë pikat më të larta të suksesit, kulmin e virtytit dhe të përsosmërisë shpirtërore. Në mënyrë që prania e saj në shoqëri dhe në familje njerëzore, si antare e kësaj shoqërie dhe kësaj familje, të jetë sa më e dobishme dhe frytëdhënëse. Të gjitha mësimet islame që lidhen me gruan, përfshirë edhe hijabin, bazohen në këtë parim kryesor. Hijab nuk do të thotë tërhiqje apo izolimi i gruas. Ky kuptim për hijabin është krejtësisht i gabuar dhe i shtrembëruar nga duart e këqija dhe Islami nuk synon këtë gjë. Por, Islami synon që gruaja të arrijë kulmin e zhvillimit të saj, si nga ana intelektuale, shoqërore edhe atë shkencore. Çështja e hijabit të nderuar dëgjues dhe shikues nënkupton shmange nga përzierja me njerëzit e gabuar dhe shmange nga marrëdhëniet e pakontrolluara e të çrregullta midis burrit dhe gruas në shoqëri. Një përzierje e tillë i dëmton shoqërinë, e dëmton burrin dhe gruan dhe veçanërisht dëmton gjininë femërore. Ndërsa shoqëritë ndryshon dhe botë kuptimet transformohen, thelbi i hijabit mbetet i pandryshuar, sepse ai është një thirrje për vetëdije, për ruajtjen e vlerave të mëdha dhe për ndërtimin e një shoqërie që nderon gjininë femërore dhe jo sa e poshtëron ata. Islami kërkon që ne të ngrejmë vlerën e gruas dhe ta karakterizojmë atë me cilësitë e burkra që ajo ka, që i ka dhënë Allahu i Madhëruar, jo nëpërmjet pamjes, por nëpërmjet shpirtit, edukimit dhe anën së saj intelektuale. Hijabi mbetet një dritë e qartë në rrugën e besimtarit, një kujtesë se vlerat hyjnore janë të përjetshme dhe se njeriu e gjen ndjerinë e vërtet vetëm kur lidhet me moralin dhe parimet që sjellin paqe, qetësi dhe harmoni në shoqërinë ku ne jetojmë. Hijabi të nderuar dëgjues dhe shikues është çelësi i kulturës islame. Përse është quajtur kështu? Sepse për të vendosur një sundim të qëndrueshëm mbi një vend të caktuar, është e domosdoshme të ndryshohet kultura e atij vendi. Domethënë, ai vend duhet të përshtatet kulturisht me kulturën e fuqisë sunduese, në mënyrë që të dorëzohet plotësisht. Perëndimorët e kanë zbatuar këtë në lidhje, por nuk kanë arritur në një sukses të madh për të ndaluar vlerat e mëdha që ka zbritur kjo fe e pastër islame. Hijabi në thelb të nderuar dëgjues dhe shikues është një adhurim dhe bindje ndaj urdhrave të Allahut, i cili e mëson besimtarin dhe besimtaren të jetojnë në pastërtinë shpirtërore dhe trupore, në modesti dhe në nderim të vetes së saj dhe gjithmonë të jetë e krenuar me atë çfarë Allahu xhaleshanuhu i ka dhënë asaj. Ai e ngre shpirtin duke e lidhur zemrën me parimet hyjnore, pra me Allahun, dhe duke e larguar nga shfaqjet e kota të dynjas. Në një kohë ku vlerat shpesh shtrembërohen dhe morali dobësohet, hijabi qëndron si mburojë e besimit, duke kujtuar gruas muslimane se afërsia me Allahun fillon me ruajtjen e nderit, moralit dhe sjelljes së pastërtisë. Përveç kësaj, hijabi të nderuar dëgjues dhe shikues është shenjë e qartë e identitetit islam, një traditë e mbështetur në udhëzimin hyjnor dhe në shembullin e grave të ndershme të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe shumë njerëz të tjerë të nderuar. Ai e lidh besimtaren në rrugën e Ehl Beitit ashtu, të cilat ishin shembull të pastërtisë dhe devotshmërisë, duke nisur që nga vajza e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam deri në altarin e fundit ndër gratë të Ehl Beitit të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Pra, për shumë gra muslimane, hijabi të nderuar dëgjues dhe shikues përfaqëson jo vetëm një rrobë që vendoset, por një beslidhje me Allahun fillimisht, një mbështetje shpirtërore
që jep forcë, qetësi dhe nder në këtë botë dhe shpërblim të madh në botën tjetër. Dhe në përfundim të temës për ditën e sotme, do doja t'ju thoja se hijabi mbetet një shenjë e thellë e identitetit, besimit dhe dinjitetit në kulturën islame. Ai nuk është vetëm një rrobë që mbulon trupin, por një zgjedhje që mburon nga zemra një besimtareje, e cila synon të jetojë me përputhje me vlerat e larta të saj, të pastërtisë, moralit dhe të botshmërisë të përjetshme. Në çdo kohë dhe në çdo shoqëri, hijabi ka qenë një kujtesë e qartë se njeriu për karakterin, moralin dhe qëllimin e tij duhet të jetojë, e jo për pamjen dhe lakoniqësinë. Ajo është thirrje për reflektim, për vetëdije dhe për ruajtjen e një identiteti që mbjell paqe, dinjitet dhe mirësi në shoqërinë ku ne jetojmë, e jo vetëm në jetën e gruas muslimane, por edhe në zemrën e të gjithë shoqërisë. Në këtë momente të nderuar dëgjues dhe shikues, duke ju lënë në mbrojtje dhe ndihmën e Allahut xhaleshanhu, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe beqatit e Allahut qofshin mbi ju.